Kjo banor të Gazës neve na i përcjellën disa mesazhe. Një ndër mesazhet që na i përcjellën na mësuan se liria, vëllezër të ndershëm, nuk dhorohet. Ajo shkoqitet dhe fitohet. Na mësuan gjithashtu se lutjet në pozicionin e sejdës janë më të ashpra, janë më të mërshme se sa zari i raketave. Na mësuan vëllezër të ndershëm që ne nuk sti nënshëromi dhe mos t'i gjunëzomi as kujt pos Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall është me iman dhe me besim dhe mbështetje në ta e ban të pamundër të mundër. Për ndryshe çfarë kuptimi ka shpëtimi Ibrahimit a.s. nga zjarri, çfarë kuptimi ka mos fundosja e Musait në mesin e detit, çfarë kuptimi do të ketë gjithashtu dhe fitoret e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a nuk kanë përkthim në kohën bashkohore që Allahu Azza wa Jall një grush njerëz e boni që t'i tregon barbotës se si duhet vatani, i tregojnë barbotës se si duhet dini dhe Islami, i treguan barbotës se ne nuk i gjunëzomi dhe nuk i bojmë sejdë dhe nuk i përulmi as kujt pos Allahut Azza wa Jall, nga se ne kur i bim Allahut në sejdë i thojnë Subhana Rabbiyal A'la, i takon vetëm të lartit që t'i përulmi, pra ne nuk i gjunëzomi, nuk i nënshtromi, vetëm Allahut Azza wa Jall. Na i përcellën dhe na treguan se ata të cilët heshtin para padrejtësis janë umet që vdes nga del. Ashtë umet që vdes vëllezër të ndershëm, ndërsa ata që rezistojnë ndaj padrejtësis dhe mizorisë dhe krenohen me parimet e tyre, janë ata që Allahu Azza wa Jall i dhuron sërish gjithashtu jetë pasi që kanë qenë të vdekur. Na treguan vëllezër të ndershëm një mesazh, fitoria fillon nga sejdja, nuk fillon nga pallatet, fillon nga xhamit e nuk fillon nga konferencat. Na treguan vëllezër të ndershëm se Allahu Azza wa Jall që nuk i harron robët e tij të sinqert, po Allahu është betuar madhërinë e tij dhe ka thënë wala ansurannaka walau ba'da hin, ka me të ndihmu pasha madhërinë time edhe nëse pak vonoj. Ja pra Allahu Azza wa Jall ndihmën e tij Allahu Azza wa Jall e prezantoi. Lutim Allahun Azza wa Jall që ditët në vijim të jenë gëzim për besimtar, ngadhjim për muslimanët, shpartallim për mizorat zullumqtar. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë popull Allahu Azza wa Jall siç na ka krenu neve dhe në vendet tona, Allahu Azza wa Jall t'i ban krenar mbar botën. Lutim Allahun Azza wa Jall të gjithë tradhtar, të cilët e tradhtuan çështjen madhore që pejgamberi Allahu dala emanet, Allahu Azza wa Jall t'i ban helaç mes njëri tjetrit dhe të shiqojmë se si ka me pas përfundimin ata të cilët ban trinësi, ata të cilët banën mizori ndaj këtij popullit, e lanë që të vdesin parasive të tyre të uritur, do të shijojnë dhe ata të cilën ja shijuan vëllezërve të tyre, në veçanti ata që patën mundësi me vepru, mirë po harruan Allahun e tyre, harruan të mbështetën Zotit të tyre, jo mbështetën strategjisë të tyre, jo mbështetën fuqisë të kufizuar të tyre. E Allahu Azza wa Jall na i përkthej dhe na tregoj se ata që i mbështetën Allahut Azza wa Jall është Allahu i vetmi që i gëzon me fitore dhe ngadhjim, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall mbar musliman t'i gëzon me ngadhjim dhe me triumfim të Islamit, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i mposh dhe t'i ban helaç zullumqtarët.